Arben Byku ishte një peshkatar 55 vjeçar, historinë tragjike të së cilit e treguam një javë më parë. Ai u aksidentua dhe u dërgua në spitalin e traumës, ku qëndroi për gati 3 javë, pa patur pranë asnjëri nga të afërmit, që vazhdonin ta kërkonin si person të humbur. Por tragjedia nuk do të mbyllej këtu, sepse pas vdekjes, trupi i tij u dërgua në morgun e Tiranës si një person i humbur, identitetin e të cilit nuk e dinte askush. Deri kur ishin vetë familjarët, që e gjetën fiks një muaj pasi ishte deklaruar i humbur. Pasi hyra tek dhoma ku mbaheshin trupat e pajet, njëri nga ato trupa ishte babai im i ndjer, i cili ndodhej aty prej javësh. Mbrëmjen e 28 qershorit, babai im nuk kthehet më në shtëpi. Ju drejtuam komisariatit të policisë të plazhit të Durrësit, konkretisht tek zoti Luftim Lleshi. Ai na siguronte që ka qenë gjatë kohës i koordinuar me policinë e Durrësit, me stafin e tij që janë në terren, me morgun e Durrësit, por edhe me spitalin e Durrësit. Dhe nuk rezulton askund. Ndërkohë, kur unë i kërkoja zotit Lleshi një firmë dhe një OPG për të shkuar në morgun e Tiranës, zoti Lleshi na siguronte që ai ka kërkuar atje dhe nuk ekziston asnjë person me emrin Arben Byku. Se shkon për Arben Osman. Për mua shkon gabim, është verifikuar ajo. Jo Byku. Ai që është në morg është Arben Osman. Shefi ishte i sigurt që trupi i babait të Klinsmanit nuk ndodhej në morgun e Tiranës, pasi këtë e kishte konfirmuar nga vetë kërkimet që ai ka bërë. Por në këtë histori, siguria më e madhe është që ai ka gënjur. Pasi hyra tek dhoma ku mbaheshin trupat e pajet, njëri nga ato trupa ishte babai im i ndjer, i cili ndodhej aty prej javësh, i ardhur i pa identifikuar nga Spitali Ushtarak në Tiranë. Çfarë kishte ndodhur Klinsman? E vërteta ishte që baban tim e kishin përplasur tek ura e Delanit, mbrëmjen e 28 qershorit. Pra të ditë që nuk u kthye në shtëpi. Po. Pavarësisht se ka patur pasoja të rënda, për këtë aksident nuk është publikuar as edhe një lajm, as edhe një kronik televizive, madje as edhe një video nga ato që qarkullojnë rëndom nëpër portale. Gjë që ngre dyshime se dikush ka dashur ta mbulojë me urgjencë aksidentin e rënd, i cili është shkaktuar nga 35 vjeçari Enjo Likmeta. Arjan Qesja, oficer i policisë gjyqësore në komisariatin e Durrësit, i cili ka bërë edhe këqyrje në vendit të ngjarjes, sqaron se identifikimi nuk do të ishte problem në rast se stacioni i policisë së plazhit Durrës do ta njoftonte për zhdukjen e Arbenit. Gamerlojku më i madh i këtyne këtu është që pse nuk pyesin valla, ke pyet drejtori apo? Ora ka ndodhur aksident, sepse është komunikat që thotë zanës, akoma i pa identifikuar. Mendimi im është 100% i plazh. Por sa ka thënë kushë? Fare zero. Për çfarë shkaqesh, stacioni i policisë së plazhit nuk është koordinuar me institucionet e tjera për kërkimin e Arbenit? Kur nuk e na dhënë një gjë, një tim. Dhe prandaj s'ke pas veprimin. Pse s'ke kontrollu ke morgu? Pse ke shumë një kërkesë? Po ti ka unë po të flas shqip që s'u shkoi kurrë në edhe gjë të tillë, për aksident. Se ishte marrë vesh. A bin ta kohë që duhet kishte bërë kërkesë ke morgu? Pse se ke bërë çfarë ka ndalu? Atë ka ndalu njëri? S'bëhet fjalë, nuk është Ai që ka kryer aksidentin? Ose jo fare më miguj. Të gjitha këto gënjeshtra, gjitha këto farsa, gjitha këto manipulime, jam shumë i sigurt që janë bërë që situata të mbahet sa më shumë e fshehur, që të manipulohen provat dhe të bëjnë një akt ekspertizë me deklarata të rreme. Kjo ishte ajo që transmetuam një javë më parë. Sonte rikthehemi te kjo histori me disa fakte dhe dëshmi të reja që ngren dyshime serioze për punën e bërë nga ekspertët, të cilët kanë zbardhur shkaqet e aksidentit që solli plagosjen e më pas vdekjen e 55 vjeçarit. Por fillimisht, le t'ju njohim me rrethanat e ngjarjes që ka ndodhur në orën 23:45 të mbrëmjes së 28 qershorit 2025. Babai ka qenë duke ardhur nga drejtimi i stacionit të trenit drejt plazhit të Durrësit, ku është shtëpia jon. Ka ecur tek pjesa komisorëve të Shmajtas dhe më pas nga aty tek rrethrotullimi që ti duhet të kalosh për të kaluar në anën tjetër të plazhit të Durrësit, babai ka kaluar aty dhe babai është përplasur aty nga Enjo Likmeta, një djalë nga Durrësi, i cili pas ngjarjes ka deklaruar: Isha në Durrës dhe po shkoja tek lokali që kam në autostradë. Kam qenë duke lëvizur nga stacioni i trenit në drejtim të urës së Dajlanit, në krahun e djathtë të rrugës me një shpejtësi normale. Me makinë të tipit Range Rover Forestrat. Sa kalova rotondon, ku janë vizat e bardha të kalimit të komisorëve, pasi mund të kem bërë rreth 100 metër. Ishte errësirë dhe në moment kam parë një sihije të zezë që doli përpara mjetit që unë drejtoja. Në moment kam dëgjuar një goditje. Pas goditjes kam ndaluar makinën, dola nga mjeti dhe parë se kisha goditur një komisor, një burr rreth 50 vjeç. E kam marrë në krah, e futa në mjetin tim dhe e kam çuar në spitalin e Durrësit.
Përpara se të vija tek vizat e bardha, kam ndaluar mjetin, pasi po kaloni 2 këmbësor dhe nga viza deri kur ka ndodhur aksidenti është rreth 100 metër. Unë nuk kam qenë më shumë se 40 km/h. Enjo deklaron se nuk ka qenë më shumë se 40 km/h, gjë që bie ndesh me akt ekspertizën e parë të bërë më njëherë pas aksidentit, në të cilën thuhet se Enjo ka qenë me një shpejtësi të rendit 44.25 km/h, pra nuk ka qenë brenda limiteve të kufizimit të shpejtësisë, ndërsa këmbësori se ka kapërcyer karrexhatën tek vizat e bardha. Pra, sipas kësaj akt ekspertize, si këmbësori edhe drejtuesi i mjetit kanë qenë në shkelje të rregullave të qarkullimit. Sidoqoftë, për prokurorin, ky akt nuk ishte i plot. Prandaj, ka lëshuar një vendim për të kryer në një akti tjetër me 3 ekspertë. Alfred Hasanaj, Mark John Palaj dhe Val Diaho. Të 3 ekspertët nuk kanë një mendim. Sipas akt ekspertizës së bërë nga Alfred Hasanaj dhe Mark John Palaj, theksohet se këmbësori nuk ka kaluar te vizat e bardha, të ndodhura 90 metra nga vendi i ngjarjes, por hyn në karrexhat, duke ndërprer rrugën nga e majta në të djathtë, në kushte të errësirës së plot dhe në gjendje të dehur. Drejtuesi i mjetit nuk ka arritur ta konstatojë këmbësorin në kohë, pasi qarkullon në kushtet e errësirës. E godet atë me parakolpin e krah automajt në afërsi të fenerit, duke e hedhur në piketën numër 3, të identifikuar si Njolle Kuqe Gjaku, ndërsa në piketën numër 6 është fiksuar një atlete e të ndjerit. E vetmja e dhënë që mund të krijojë iden mbi shpejtësinë e lëvizjes së automjetit është fakti që nuk ka dëmtim në xhamin e parë mbrojtës dhe shpejtësia në goditje vlerësohet jo më e madhe se 50 km/h. Ka ngabuar në këtë llogaritje shpejtësie, sepse e kanë marrë pikën e mundshme të goditjes tabelën numër 3, që është Njolle Gjaku, që është 90 metra nga vijat e bardha. Shpejtësia e mjetit në këtë rast, edhe me shpejtësinë që pretendojnë këta, edhe me shpejtësinë 75, mjeti ka qenë foristrat dhe kur goditet një peshë me peshën e një trupi, dihet që ndaj ndodh kjo hedhja balistike dhe nuk mund të jetë pika e goditjes, pika ku ka rënë fiktima në këtë rast Njolla Gjakut. Kurse eksperti Val Diaho thotë që veç momentit që ka pas një mbartje, 1 ose 2 sekonda që mund të jetë 40-50 metro, plus edhe 42 metro që e ka hedhur, është shumë më përpara. Konkretisht 40 metra pas vendkalimit të këmbësorëve. Por para se të arrijmë ky akti i tretë, i cili del në përfundime të ndryshme për të njëjtën ngjarje, duhet të theksojmë se akti i kryer nga Alfred Hasanaj dhe Mark John Palaj bën me përgjegjësi këmbësorin. Interpretim tjetër, ekspertët e parë thonë që personi ka qenë në mes të rrugës, ashtu siç deklaron drejtuesi i mjetit. Mirë, po ky person nuk mbiu, nuk erdhi nga lart që është në mes të rrugës. Pavarësisht se është natë, dritat shikojnë një kënd të caktuar. Është detyrim për ta parë nga pika A deri në momentin e goditjes. Dhe 2 ekspertët nuk e trajtojnë këtë çështje dhe nuk e thonë se ku është pozicioni i goditjes në raport me rrugën. Këmbësori ka kaluar jo gjysmë e rrugës, po 2/3 e rrugës. Pra goditja ka ndodhur gati në përfundim të rrugës. Përpara vendkalimit të këmbësorëve, pra vizave të bardha që ndodhen pak metra më tutje, gjendet kjo tabel e kufizimit të shpejtësisë, e cila thotë se në këtë segment automjetet nuk mund të ecën më shumë se 20 km/h. Sipas akt ekspertizës së kryer nga Val Diaho, shpejtësia mesatare me të cilën ka qarkulluar mjeti ka qenë në rendit 74 km/h. Pra shumë e lartë se ajo që kanë dhënë ekspertët e tjerë. Gjithashtu në ekspertizë theksohet se drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë në pjesët e rrugës me fushpamje të kufizuar, në orët e natës dhe gjatë kalimit në zona të banuara. Duhet të ruajë gjithmonë kontrollin e mjetit dhe të jetë në gjendje të kryejë frenimin e menjëhershëm brenda kufive të fushpamjes dhe përpara çdo pengese të mundshme. Të gjitha këto veprime nuk janë kryer, me sa duket, për shkak të shpejtësisë, thuajse 2 fishin e lejuar. Pyetja që shtrohet në këtë moment është: nëse mjeti do ecte me shpejtësinë e lejuar 40, maksimumi në këtë rast, a do ndodhte aksidenti apo jo? Dhe eksperti e Val Diaho ka thënë që me shpejtësinë 40 km/h aksidenti nuk do të ndodhte, duke llogaritur kohë dhe duke i dhënë të 2 përdorisëve të rrugëve mbrapsht. Pra do kishte mundësi të frenonte Pra do kishte mundësi të frenonte para se të mbrinte te viktima. Dhe ka thënë me 53 dhe poshtë aksidenti nuk do ndodhte, vetëm me 53 km dhe lart aksidenti do të ndodhte. Pra, inxhinieri e Val Diaho tregohet i qartë në akt ekspertimin e tij, duke e konsideruar aksidentin si shkak të tejkalimit të normave të lejuara të shpejtësisë dhe në ndryshim nga kolegët e tij, i ka dhënë rëndësinë e duhur këtij fakti. Të gjithë ekspertët bëjnë deklarata betimi dhe kur dalin diametralisht të kundërt. Po nuk mundet që njëri ta nxjerrë shpejtësinë 30 dhe njëri ta nxjerrë 75-80, sepse kjo dikush gënjen këtu, duhet mbaj përgjegjësi. Prokuroria i ka të gjitha të dhënat. Çështja është në hetim, presim një vendimarrje në organin e akuzës që mund ta çojë çështjen në gjyq për pushim ose për procedim të drejtuesit mjetit
Ky është diskutimi ligjor i ngjarjes, që tashmë është të dyer te prokurorisë. Por ka edhe një diskutim moral në këtë histori, i cili ka të bëjë me raporte njerëzore, që në raste fatkeqësisht të tilla ose afrojnë ose largojnë përfundimisht palët e përfshira. Ti ke arritur të flasësh me Enjon, pra autorin e ngjarjes? Jo, absolutisht jo. Vetëm me babain e tij. Ka ardhur në shtëpinë tuaj? Po. Babai i tij ka ndjekur komplet situatën, si nga ana ligjore, por edhe ndjekjen e babait tim nga Spitali Durrësit tek Ushtaraku në Tiranë. Për herë i pa identifikuar, sipas babait të Enjo Likmetës dhe OPG-s Arjan Qesja. Dhe sipas atyre, kjo ka qenë arsyeja sepse ka qenë kaq e vështirë nga ana tyre që të identifikonin baban tim dhe të na informonin ne familjarët që kishim një muaj që po kërkonim. Ndonse babai nuk shndronte asnjëherë pa mjet identifikues me vete. Familjarët e të riut që ka shkaktuar aksidentin kanë qenë të vetmit që për 3 javë i kanë qëndruar mbi kokë viktimës, por pa arritur asnjëherë të komunikojnë me familjarët e tij. A mund të kishin kërkuar më shumë? Të pyesnin vazhdimisht në polici nëse dikush po kërkon një person të humbur. Kjo mbetet e gjitha në moralin dhe ndërgjegjen e secilit, sepse ligjërisht askush nuk e akuzon dot. Po Enjo Në këtë moment që ne flasim është me arrest shtëpie? Në fakt jo, as pak. Është e martë, 16 dhjetor, dhe ne jemi përballë lokalit të familjes së Enjo Likmetës. Pa u futur akoma te lokali, kur kamerat tona janë ende të fikura, ai na afrohet me një forestrat, i cili na pyet se çfarë po bëjmë në biznesin e tij. Për fat të keq, ne nuk e kuptojmë as pak se me kë po flasim, ndaj nuk e zgjasim shumë. Po pres disa miq? Po pres disa miq. Okay. Ka ndonjë problem? Jo, kjo është pjesa që shpron private për ne. Ndjes, faleminderit. Dhe pas pak sekondash, Enjo është këtu? Qa iku? Enjo, Po, se pe me Toyota Zes. ku i fut mrena? Po, marina janë. Enjo kalon shpesh këtu? Po, varet pale, ka ik me mërë në iPhone-im në jo. A i ka qenë arret shtëpia ky apo jo? Di jo, unë e kom pa vazhdimisht tu. Çdo ditë tani këtu? Po, Ka. është fia. Enjo, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksidentin që solli vdekjen e 55 vjeçarit Byku, është në arrest shtëpie, por lëviz i lirë, jo vetëm rrotull banesës, por edhe për të kryer punët dhe furnizimet e lokalit në pronësi të familjes. Pasi jemi bindur që jemi në vendin e duhur dhe me personat e duhur, vendosim të hapim kartat dhe të prezantohemi. Por shpejt, kuptojmë që ky prezantimi yni vetëm sa na e ka komplikuar gjërat. Nuk është e shtëpia? Jo. Po unë Enjon sapo e tash këtu me sytë e mi që kaloj këtu, prandaj po të them, dua ta takoj. Enjo për momentin foli me avokatin dhe avokati ka thonë në mënyrë kategorike jo nuk takoj. Sepse është arret shtëpie. Atëherë pse doli te rruga? Rrona private nga atje e punë të rrugës. Lejohet edhe këtu të dalë me makinë. Rruga është e Enjos, është Po. punë private kjo. Po unë di që është arret shtëpie, di që duhet të jetë vetëm brenda 4 mureve. Domethënë Enjo del shpesh këtu te rruga, duke qenë se ka pronë private. Jo ai shpesh, po thjesht ka pa makina. Në fakt, siç e pam ne, por edhe sipas dëshmisë të punëtorit të lokalit, i riu sapo ka zbritur nga makina. Gjë që e vërteton faktin se ai lëviz i lirë, pavarësisht masës që i është dhënë. Si jeni? Ke rallë. Ka një aksident i rallë madh. Edhe mos më thosë ne jemi qetë për këtë. Absolutisht jo. Jemi të vlut mend. Jemi u bë miq me ata. Si poli jo kam çem dokumenta. Ti ke qëndruar në spital, ke shkuar. Ditë më valla, për ditë. Që kur ndodhi? Po për ditë më çdo ditë fjalon doktor va kap. Çansi ka. Ti po Jo, mo. pyet mu tani mos pyet fare. A di të pyet? Nuk ta quam njëri. Ku ke shkuar? Ku je interesuar që të identifikosh trupin? Ka po si të lesh rat, lutem shumë. Aq. Nëse jemi shumë keq. Nuk kam bën njerëzollik. Atë që duhet me bëj një njeri. Nuk është se ai tuni me la viktimën aty dhe iku. E morje në spital, i boni gjithë dhe Shumë vërtet. Tani, aksidenti nuk çdo njeriu. Ku ke kërkuar për ta identifikuar? Policimi motra. Çfarë thonin policia? Në spital. Kemi shku në Tiranë, që gjithë do stop një muaj në spital të interesu, të la vitë gjinof. Zëdi Se të ty? gjithë. Policia vinte aty në spital ku ke qenë ti? Pas le di, ku kam pa policë sa unë shik policë. Po ti rje brenda ku rje? Po jo mos lëndë Po një. vetë takojshim doktorët interesoheshin për ilaçe, diçka në isani çoshim se jena njerëz. Ana jo ne kena bërë gjitha. Që në takon, e kupton? Nuk jemi këtu as pak për të diskutuar humanizmin e këtij zotërie dhe të djalit të tij, por ama çdo kush në vend të tyre do të bënte eksaktësisht të njëjtën gjë, me qëllim që viktima e aksidentit të shpëtohej. Gjë që do të lehtësonte së tepërmi situatën ligjore të të riut. Por siç e tha më sipër, kjo ka të bëjë me moralin dhe jo me ligjin. Ndërkohë, pyetjet tona në prag të këtij procesi, ku drama e një familje dhe makabriteti ndaj një individi që nuk kishte pse meritonte një vdekje të tillë, janë disa. Pse u fshe ngjarja? Pse u fshe kufoma? Pse një OPG vijoni qet punën pasi nuk ka bërë detyrën e tij, madje duke gënjur familjarët e viktimës? Pse është ende i paqartë akt ekspertimi? Pse shkaktari i aksidentit bredhi lirë, pavarësisht se është në arrest shtëpie? Ne nuk kërkojmë asnjë lloj hakmarrje për babain ton, vetëm drejtësi. Provat janë aty. Faktet janë aty. Mungon vetëm pashmëria dhe barazia përpara ligjit e një punëtori të thjeshtë, siç ishte Imat, përballë një biznesmeni.